Jemi tani në pjesën e bisedës, një mysafir interesant në bashkohet sonte, Bledion Fazliu. Faleminderit shumë që je sonte me neve, Bledion. Tashmë i diplomuar si analist taktik i futbollit. Faleminderit për ftesën em. Po tash shkurt jam diplomuar në FC Barcelonë në pjesën taktike të analizimit kundërshtar të ekipit në futboll. E kam ndjek një kurs i cili ka ofru shumë fusha të futbollit, cilat kanë qenë shumë interesante dhe kanë qenë shumë sene të reja për mu me i po fol internetit kisha me thonë që ka mundësu që me qenë sa ma ofër gjithë shkoj në ditën e sodit, ka mujt me u bu pjesë e kursit Barcelonës, edhe ku për gjatë 9 mujve dukem kam bërë ma në fund që me u certifiku nga FC Barcelona në mënyrën më të mirë të mundshme, ku i kam kalu edhe gjitha testet me nivelin cilin e kanë kërku. Fantastike. Ka qenë e vështirë, para mendohet pak më herët, që dikush të arri nivelin të diplomoj të skuadra si Barcelona, si Real Madridi, si ekipet mëdha evropiane, po ja që njerëzit me vullnet dhe me shumë punë, do thotë nuk është e paarritshme. Po normal, se jemi mësuja në ekipe, do me thonë është moja e futbollit, sidomos Real Madrid dhe Barcelona mendoj që janë dy klubet më të moja në botë, që janë, kur ta mendoj kështu janë shumë të paprekshme, ndoshta veç me pa një lojë për interesimit shumë të madh krejt botës me qenë janë në stadion, leje mu me pas një kontakt më të afërt për me u shkollu ose me punu aty, po fati ka dash që pas shumë hulumtime, me pa që ka mundësi tilla, është i qasë shumë për krejt, edhe veç nëse dënë tani ti me vazhdu edhe me mësu, se qasja shqyqër është bërë shumë e letë, po pastaj ato sfidat edhe detyrat edhe trajnimet kanë qenë këgjat vështira, se dihet nivelli profesional i tyne edhe me një fjallë kështu shkurt që nuk bojnë kur gjë shkele shko, ose vetëm për përfitim financiar, kanë qenë në çdo sen strikt pej ditës parë deri në ditën e fundit. E përmende që është rrugë e vështirë, po nikosisht kanë qenë edhe shumë strikt e përmende, po që kanë buni për shtypje një detaj ke që nëse ke mungu një periudhë dhe pikët janë reduktu. Po, fix, për shembull nëse një muj ka ik, muji bazohet me një temë. Për shembull mujin e parë ka qenë analiza taktike në trening. Në brenda treningut se si bëhet analiza taktike e lojtarëve, sot që kanë hinë detaje se a janë qasshëm lojtarët edhe në komunikim mes veti. Ke pas detyrë deri në ato detaje. Po, ke pas detyrë me ja jap notën. Për shembull lajt ka shti me imagjinu që jetu e shiku Ferran Torresin, Yamalin, Lewandowskin, edhe çfarë notë jep vlerësim komunikim për me buat margjinën e një lojtarit me amledh gjitha pikat ku i ka mungu që tani me u merr pjesa tjetër e stafit për përmirësimin e tyne. E nëse për shembull një temë ka ik ose nëse nuk e kem rri prej 100%, nëse nuk e kem rri të paktën 70% e pikëve të detyrave, se për çdo muj, për çdo temë kanë qenë 2 detyra, me i dërgu me PDF, me i dërgu me prezantim në PowerPoint, edhe ka qenë një test me pyetje dhe përgjigje. Nëse nuk e mri pe këtyne 3, me mri 70%, atëherë në fund nuk t'u ka leju testimi final hiç. Do me thonë që prej 9 mujve u dosh 9 mi pas të sakta komplet që me mri mujnë e 10 me hynë testin final dhe me morë certifikatën. Normal nëse e ke kry një muj, certifikata për atë muj të ka vlejt. Për shembull e ke kry për pjesën taktike në stërvitja, atë certifikatë e ke morë, po overall me kop krejt nuk ke muj. So ka qenë nota që ke arrit në përgjithësi gjatë kësaj periudhe? Po notën mesatare dikon e kanë 8.4. 8.4. So ka qenë maksimalja 10, po? Po 10, po. A keni pas me bo edhe pjesën taktike të ndeshjeve të La Ligës? Ka pas sekuenca për ndeshjeve të La Ligës. Normalisht, po flas për sekuenca. Sekuencat janë konë ndeshjeve të Barcelonës, edhe ka qenë kamera taman një kamerë që shikuesi nuk e sheh. Është një kamerë me totali i fushës.
Edhe prej atyne ti ke pas me realizu detyrën, ke pas edhe të ekipeve tjera në pjesën ku analizu set pieces, pro goditje standarde ose kornerat. Ka pas copza prej ndeshjeve të Valencias, Sevillas. Po që i ka interesuar këtë rast ekipit e ke pas analizë Barcelonës për kundërshtar. Për kundërshtar u dashur me bëni fare pikat e dobta. Pikat e dobta në korner ose ku e sulmojnë më shumë ata për shembull kornerin ose goditje direkte që janë pak më larg që harkohet, jo goditjet që mundën me kon rreth 20-30 metra që shkohet me goditje standarde. Edhe kështu, pra do me thonë kanë qenë krejt lojt La Ligës edhe ka qenë shumë mirë me pase qysh është edhe një sy tjetër i lojës të futbollit që ta mundësën timi po lëvizjet në fush shumë ma kjartë, shumë ma mirë edhe me mujtë me i analizu shumë ma mirë. Sa e krenar me vetën? Po, me diplomu të Barcelona nuk është e vogël. Është një ndjenjë shumë e mirë, ka qenë një ndjenjë e mirë veç që kam rri me mësu diçka, që ato e kam çdo synim, nëse nuk bëhet kur gjo të paktën me mri dikon më larg, kam qef veç me mësu shumë për futboll, si tifoz edhe si adhurues i futbollit prej vogël. E normal kur kam rri me diplomu është një, si me thonë, një pagesë e punës tone që e bën edhe një është mirë. Po shpresoj që sa më shumë me hi edhe në kurse tjera, të pjesëve tjera të futbollit, se të ndihmojnë që me pas një farë baze që të paktën profesionin tënd ti me qenë sa më nalt që mundesh edhe me u kërku në treg. Nëse zbërthejmë për ndëgjuesit tonë, cila është rëndësia e analizës taktike edhe çka nënkupton analiza taktike brenda saj? Analiza taktike është, si me thonë, i zbërthen lëvizjet e lojtarëve në çdo detaj të mundshëm, të cilën syni i shikuesit nuk ka shans me vrejt, po aq më shumë as syni i trenerit nuk e vren brenda lojës. Se brenda lojës të përfshihen shumë sene janë, për shembull po ta tregoj një detaj, vitet e mëhershme në Angli, kur s'ka pas video analizë, ekipi i cili ka pas bankën rezervë më nalt, si për shembull United, që nuk e ka kështu të poshtë. Po e ka në tribuna. E ka në tribuna, kam pas favor trenerat u thirr Bird Eye, po. Lojën e kam pa ndryshe. Tash Luis Enrique që është e bo. Po. Atëherë u thirr Bird Eye dhe ka vëzhgu lojën shumë më mirë. E do me thonë që çajo të ndihmon që ty me i pa lëvizjet e lojtarëve pa top. Sa një kryesor në futboll, sidomos futbollin modern, është lëvizjet e lojtarëve pa top. Se ndoshta te e fokuson kitë stërvitjen, i bën 20-25 lëvizje për me mbri një top i gjatë në anën e djathtë, e te ndoshta shumicën e lëvizjeve i bën në anën e majtë. E analiza taktike i përfshin këto, të përfshin me pa ma mirë se ku je me gabimet tua, ku i ki dobësit, edhe ku e ki forcën, edhe të ndihmon që me u përgatit për kundërshtarin. Me u përgatit për kundërshtarin, vynë të paktën sa kom mësu në Barcelonë, edhe qysh e bojnë ata, është që 5 lojt e fundit me i marrë të kundërshtarit. 5 lojt e fundit? 5 lojt e fundit. Nëse lunë të mrena, ja analizon kundërshtarit 5 lojt e fundit jashtë. Nëse lunë të jashtë, ja analizon për shembull Sevillës 5 lojt e fundit mrena. Po jo jashtë? Jo jashtë. Se ty të intereson që është paraqitur në shtëpi? Po, se për shembull ekipe si Sevilla dhe Valencia, ekipe që lunë rol shumë fusha e tyne edhe tifozët e tyne, për shembull i vrejnë edhe shikuesit që janë më agresive, luajnë futboll më të hapun, edhe jashtë mbyllën. Edhe është tani me bëni një mix të mirë që me ditë se qysh me ju qas lojës, edhe pse ekipet e mëdha e njekun lojën e tyne, po ti paka shumë kur punon për një ekip madh, ata e kanë fokusin se ku m'ja gjet dobësit. Që me hap lojën tani ti mundesh me njek për 70-60 minuta tjera lojën tonë. Sa është e rëndësishme për trenerin? A mundemi me thonë që analiza taktike është jetike në futbollin sot? Po menoj që analiza taktike është, do me thonë, shumë i rëndësishëm. Sa ajo paraqitet me sa e poshtë, me grafika, me hapësira, me lëvizje, me gjithçka? Ja lehtëson një treneri ekstrem shumë punën,
normal çdo video analist nuk do të më njeh filozofinë e tij, po filozofinë e trajnerit. Edhe me u përshtat me trajnerin, me ditë çka po kërkon trajneri, edhe më abum atlet atij me po edhe grafikisht, edhe me toolsat që i mundsojnë programet e ndryshme tash në ditën e sodit. Edhe është shumë e rëndësishme edhe për lojtarët. Për shembull, nëse shohim pak më shumë intervista që janë brenda klubeve, ose intervista e fundit e Zhegrovës që ka tregu seancën stërvitore të Lillit, ku e kanë vendin si në kinema, ku i shohin video analizat dhe mbyllen me orë, ajo tregon më shumë ti që video analiza në ditën e sotme është më e rëndësishme. Dashnia jote për video analizën bëni përshtypje shumë për rastin kur ma tregove pa teknologjitë e flamurtarja. Mund është lut na më na shpjegu sa gjatë ka marrë dhe çfarë vullneti është i madh për më marrë në sferë caktuar. Ka jashtëzakonshme. Te flamurtari kam shku me trenerin Edin Hashanit, cilën e përshëndes dhe i falenderoj në ta njëtën se ka qenë njëri i pari i cili më ka ofru në botën e futbollit. Top djalë për ndryshë është. Edhe më ka ndihmu edhe më ndihmon edhe sot çdo ditë me këshillat, me materialin. Kemi shku në fazën kur flamurtari vitin e kaluar keme 7 ndeshje, 7 humbje, edhe nuk e pat asnjë pikë edhe keme gollaverar shumë dop. Edhe ka një sfidë në veti ku tani treneri Erdin me neve si staf për 7 ndeshje më rriti me i bu 9 pikë, edhe me u afru me ekipet që lufteshin për mbjetesë. Edhe u konë një eksperiencë jashtëzakonshme se ty për post futbollit je dashur më marrë dhe me sene jashtë futbollit. Loja por ka qenë me Prishtinën e re që nuk e kesh asnjë humbje, 7 ndeshje, 7 fitore, edhe mrejtëm me fitu 1-0. Pas një mobilizimi shumë të madh stafit edhe të lojtarëve. Unë i merr shalojt që i xhiron FFK-ja edhe tash merr një ide me nxjerr statistikat e ndeshjes manualisht. Pa mjete, pa kur gjë. Laps edhe një stopwatch me i ndal sekondat edhe i analizoj goditjet, posedimin e topit të flamurtarit dhe të kundërshtarit, kornerat, edhe analizojsha pjesën e futbollistëve tonë se sa pasime kanë pas, sa pasime të sakta, sa të pasakta, sa ndërhyrje, edhe kështu me radhë. Ka marrë këgja kohë, u dash tash një lojë zgjatë parafërsisht me ndërpremje me vazhdimet me pjesën e vazhdimeve të referit zgjatë dikon parafërsisht 1 orë 40 minuta. Po. Mi merr këtë dikon 8 deri 9 orë. 8-9 orë. Po e bëjsha prej qefit. Ka qenë interesant që matcha edhe lojën aktive sa po zhvillohet. Topi mrena fushës. Ka qenë mesatare. Amo ti kur je mbyll 8 orë 9 veç çat punë ke bë. Po, veç ato. Ka qenë pauzë mes pjesës të parë dhe dytë, edhe po ka qenë shumë interesant për mua. Këtë punë e kom vazhdu tani edhe tek Trepsha 89. Po tek Trepsha 89 kom vazhdu tani edhe me video analizë, me programin ANC që e përdor Dinamo Zagreb, Federata e Francës e ekipe të mëdha. Edhe keni punu me trajnerin Shpëtim Idrizi. Me trajnerin Shpëtim Idrizi, me një trajner shumë profesionist, ka qenë edhe aty një eksperiencë shumë e mirë për neve si staf. Ka qenë hera parë që u punu nashta në klubin e Trepshës 89 me video analist, e kam mirë prit shumë mirë edhe kryesia. Edhe kam pas një qasje shumë korrekte. A ka pas efekt? Ka pas shumë efekt. E kemi pas një rrugë ka gjatë mirë me fitore resht. Edhe u afrum edhe sidomos me ndeshjet direkte me Drenicën. Kam pas video analizat shumë efekt se ata e luajshin një futboll u vrejke që po punohet diçka në stërvitje të këta, edhe po ndërtojnë aksione, edhe me video analizë na më shumë me kuptu qysh e ndërtojnë aksionin, ku e fokusojnë lojën. Ka qenë shumë mirë, po tani fati i futbollit nuk e deshe që me imri klubi objektivat, edhe aty ka përfundu gjithësa. Ndryshe derisa jemi të shku live, shumë njerëz janë kyç në faqen zyrtare të YouTube-it në Radio Dugagjinë dhe ki shumë përshëndetje prej disa prej njerëzve. Plot prej tyre të e përfshi Rezon Hazirin,
Kush është tjetër? Njëri që ka Toshiba, LED, plot. Janë duke të përcjellë në këto momente. Tash, po më intereson me ta bëni pyetje me që është sonte Liga e Kampionëve, Parisi, Barcelona. Çka i dallon këto dy skuadra? Pasi e dim që edhe Enrique vjen prej filozofisë Barcelonës, po çka i dallon taktikisht këto dy skuadra sonte dhe sa mund të më qenë ndeshje interesante kjo që na pret? Po ndeshje interesante është shumë. Po ashtu nëse s'kish pas lëndime për skuadrave kish më qenë 10 fish më interesante. Se mungon Rafinha, mungon Joao Neves, Dembele nëse s'gaboj duhet. Top futbollista, Parisin e shoh pak më dop, shkoku i lëndime, se i ka 3 lëndime kryesore. Edhe për shoh si vjet që janë të pas clean sheet, po jo pe meritave të portierit. Është pak një zbrasti që ka lënë Donnarumma me eksperiencën e vet. E mendoj që më e favorizuar është Barcelona, po taktikisht mendoj që luajnë kogja njëjtë. Dyjat. Arsyeja që mundet me i dallu taktikisht është se Parisi ka alët Mendesin edhe Hakimin shumë më teknik se sa Kunde që është, edhe Balde po ka shumë ulje ngritje shkoku i lëndime. E Barcelona e flikut këshir me fitu teren për me qu topin tek sulmus të krahut, që me mri deri te golla ose me vazhdu të sulmusi pyk që është Lewandowski, kurse Parisi nuk ka sulmus pyk, mundesh me pa në zonë Fabian Ruizin, mundesh me pa Vitinjen, mundesh me pa Dembelen, edhe favorizon që luajnë top kthys sulmust me mesfushore dhe Hakimi ose Mendesi lëshohet. Sen që Chelsea ja ka analizu shumë mirë edhe he ka bloku në finale, ku ka lu gjithmonë top gat te alët që kanë met shumë mrapa. Nëse ishe pyet për pikat e forta të njerëz dhe tjetrës, cilat i kishe fiksu, po nga një element? Po të dy ekipet e kanë një pikë të fortë që kanë një lojtar individual, siç është Vitinha dhe Pedri, cila besoj që në çdo rreth tyne po thu sillet në çdo klub të botës kishin me pas një vend startues, në çdo mesfush ishin përshtatë dhe mendoj që ata dy janë dirigjentat e mesfushës. Ndoshta Parisi ka mesfushor merr pjesë në dirigjim të lojës krejt mesfusha, kurse te Barcelona merr më shumë Pedri, tani ma pak De Jongu, se luajnë edhe me një mesfushor ofanziv, siç po luan Olmo ose edhe Fermin Lopezi. Pasi që edhe Luis Enrique është spanjoll edhe Barcelona është klub spanjoll, e kanë pikën e fortë mesfushën, edhe çdo ekip që arrin sukses është e mesfusha. Për ironi kështu do jam tifoz i Real Madridit. Edhe nuk më me të shu pa ma analizu edhe Real Madridin. Real Madridi prej që ka i Krosi ka ro, se po mendojnë që është edhe Modric që dorën zamë. Po Modric që ke vitin e kalum, apet kem dop, se shumica e lëmë fojnë vinit edhe Mbappes që nuk po përshtatën ose harmonia ose këto polemikat që i nxjerrin ma shumë mediumet, po Toni Krosi ka qenë i trener në fush, u vrejt edhe me ato pjesë që ka tregu me gesht ku me sulmu aftësinë e krejt. Një mesfushor që kish mujt me zavencu Krosin është tash Granit Xhaka, cilën krejt për vlerësojnë si një trener në fush. Edhe po vrejt e Sunderlandi nuk është me fat me qenë top 5 në Premier League, mas 5-6 gjirave që në lujt. Edhe po mendoj që këta mesfushore bujnë dallimin, edhe pse ndoshta Toni Krosi ka fitu 6 Champions League, po vonë ka nisë mu vrejt loja ati edhe pse ka qenë një faktor shumë i madh. Për ndryshe e ketë kryme edhe licencën C të trajnerit. Po, në Federatë Futbollit Kosovës. Unë të falenderoj shumë, ka qenë kënaqësi me diskutu me ty sonte, edhe po besoj që kemi me bo këtë takimin ton pak më të shpesh, sidomos kur janë ndeshjet e Ligës Kampionëve, ose pas përfundimit ose e gjejmë në farë mënyrë për me bo një farë lloj analize të një xhiros të caktuar. Faleminderit për ftesën anëherë, ishte shumë kënaqësi me qenë pjesë e emisionit tonë, një emision pak më ndryshe edhe me të ftuar që janë ndoshta edhe kanë nevojë më promovu edhe si puna jam.
të vlerësoj shumë dhe shpresoj që edhe ty me tec emisioni sa më mirë pse jo me pas një derë të bashkëpunimit kur do herë. Faleminderit shumë.